tonë në pararoj, pasi qelëm negociatat vitin e kaluar dhe këtë vit, si shtatë zoti Ropke, kemi një shans të mirë që të hapim të gjithë grup kapituit. Ndaj, është ky moment në kohë me të cilin ne duhet të merremi dhe nuk mund të jem mirënjohës të kaq dhe kam vërtet për presidentin, për ekipin e tij që me qëra fjala më duhet ta them kanë edhe një buzëqeshje krejt ndryshe nga buzëqeshja tipike zyrtare e Brukselit, është ndryshe. Ndoshta sepse punojnë me pjesën më të lirë të shoqërisë evropiane, që është shoqëria civile, sindikata. Duhet të jetë shumë interesante që të jesh një sindikalist, sepse ke shansin të thuash çdo gjë të keqe për qeverinë, por në fakt nuk e ke për detyrë që të ndreshësh asgjë që qeveria e ka për detyrë të ndreshur. Doja të isha një sindikalist dhe jam i sigurt që do të isha dhimbja më e madhe e kokës e qeverisë që drejtohet me unë. Megjithatë, dua ta mbyll duke thënë se presidenti Ropke është një prej miqve më të dashur të Shqipërisë, e kolegëve, e po kështu është. Jam i sigurt fati më i mirë që na ka rënë, sepse ai shpejt do të zëvendësohet, por ajo çfarë ka ndërtuar shpresoj që nuk do të shkatërrohet, por do të shërbejë si një themel për të ndërtuar më tej. Dhe rrugtimi ynë është një rrugtim të cilin e konsiderojmë si një bekim unik, e që vjen me faktin që jemi në zemrën e Europës, e që mund të shfrytëzojmë të gjitha njohuritë e instrumentet e Bashkimit Evropian për të punuar dhe për të siguruar që të jetojmë një transformim të thellë. E them gjithmonë që kur kthehesh në të shkuarën e Shqipërisë dhe përpiqesh të gjesh se kush ka patur një të shkuar krahasueshme me tonën, sa i takon dhimbjes errësirës, të duhet të dalësh jashtë Europës për ta gjetur këtë. Ka ngjashmëri me vende ku Europa dhe bota perëndimore është përpjekur të ndryshojë rrjedhën e historisë, por ka dështuar Afganistani, Iraku, apo çemër të doni, por unë besoj që arsyeja kryesore se këto ndërhyrje kanë dështuar nuk ka të bëjë me ata që thuhet zakonisht. Mendoj që arsyeja kryesore është se këto vende nuk kanë bekimin që të jenë në mes të Evropës dhe që të kenë Bashkimin Evropian në derën ngjitur që ju jep njohuri, dijen për ndërtimin e shtetit, dijen për mënyrën se si të ndërtohet një shtet demokratik, si të ndërtohen institucionet, sepse në fundit e gjithë fjala është për institucionet. Dihet shumë mirë dhe pa Bashkimin Evropian dhe pak të burim të jashtëzakonshëm dije, jam i sigurt që mbështetur në historinë tonë, mbështetur në atë çka na është dhënë nga historia jonë, kur nuk do të ishim në gjendje të ishim ku jemi sot. Po. Dolëm të lirë 30 e kusur vjet më parë, por liria është diçka dhe demokracia është diçka tjetër. Kështu që besoj se po të nxjerrësh nga tabloja Bashkimin Evropian dhe të përpiqesh të përfytyrosh se çfarë do të ishte Shqipëria sot, është e pamundur të besohet që do të ishim këtu ku jemi. Sigurisht.
Kemi edhe shumë më tepër për të bërë. Kjo është afërmendsh. Por arsyeja pse po e përgëzoj kaq shumë Bashkimin Evropian është të ngushëlloj veten e të ngushëlloj të tjerët për dhimbjet me të cilat duhet përballur kur duhet të merresh me Bashkimin Evropian. A nuk është, fundi është pozitiv, por rrugtimi nuk është kaq pozitiv. Pra rrugtimi është mjaft i dhimbshëm. Por të duhet ta kalosh dhe ne po përpiqemi po ja dalim me sukses në përballimin e dhimbjes dhe po japim vetes të gjitha arsyet për të ecur përpara pa u dorëzuar. Dhe ky takim sot më jep mua kënaqësi e na jep neve kënaqësi shumë sepse është një tablo konkrete, është një ngjarje konkrete që na bën të kuptojmë se si ndihesh ti je së bashku dhe si ndihemi që jemi së bashku. Faleminderit zoti president që keni qenë një sindikalist i vërtet duke thyer tavanet e xhamit në Bruksel për ne dhe natyrisht duke përdorur teknikat tuaja të sindikalistit që ne i vlerësojmë shumë në këtë rast. Kështu që nuk e di se cila do të jetë puna juaj e ardhshme, por t'jeni sigur që Shqipëria do t'ju ofrojë gjithmonë një punë, në qoftë se Brukseli do t'ak merret dhe do të përpiqet që t'ju lërë pas dore. Sa herë keni nevojë për një punë, e janë në Shqipëri, mund t'ju ofrojë çdo punë përveç times.